Tifozët lojtarë 12 kombëtarës vazhdojnë të jenë pjesa më e bukur e ekipit ton përfaqësues. Mbështetja e tyre ka qenë gjithnjë e pakufishme, spektakli që kanë dhëruar ka bërë jehon, por fatkeqësisht paraqitja e tyre ka tërhequr shpesh vëmendjen e FIFA-s dhe UEFA-s, ku nuk ka munguar as penalizimet. Shembulli i fundit ishte ndeshja me Maqedoninë, ku Federata Shqiptare e Futbollit u ndëshkua me 45.000 euro gjop, si pasojë e sjelljes jo korrekte të tifozëve kuqezi ndaj atyre maqedonas. Në transfertën e Liechtensteinit në një stadium me kapacitet për 7.584 vendesh, 7.500 ishin tifozë kuqezi. Praktikisht një ndeshje e luajtur në shtëpi për ekipin e Debiazit. Në stadiumin e Vaduzit tifozët e kombëtarës ishin sërish protagonistë, por hedhja e fishekzjarëve në fushë nuk e ka pëlqyer as pak zyrtarëve të FIFA-s, të cilët kanë mbajtur shënim. Sfida kundër Spanjës më 9 tetor është një sfidë dhe për tifozët. Sjellja e tyre duhet të jetë shembullore, nëse nuk dëshirojnë të penalizojnë kombëtaren me mosprezencën e tyre në ndeshjen e ardhshme, atë kundër Izraelit.